A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Selam aleikum hoxhin nderuam. Aleikum selam wa barakatuh. Vazhdojmë me podcastin me frim. Vazhdojmë se diku kena mbet në pyetje përgjigje apo jo? Po, veç në të marr frim ka pak. Normal. Frim sa dush ko alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahu azza wa jalla falendrim salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgoj. I nderuar Allah. Allah të shpërblet për këtë emision, për këtë podcast në moton merfrim. E që lusim Allahun të gjitha frimarjet tona që i marrim të jenë në hijen e kënaqësisë Allahut te baraka ve taala. Shkojmë me pyetjen e parë. Pyetja e parë thotë kështu: Selam aleikum hoxhi nderuar, ka qenë djali pak pa qef edhe shoqja pi mërzijës ka shkuar ka frinte një gruaje e ajo i ka frimë me plumb. Ka kohë që i shkon në shtëpi edhe rastësisht e gjeta. A ka mundësi me më tregu mënyrën se si prishet kjo hajmali e çka do të është? Faleminderit. Sa i takon pyetjes, wa aleikum selam i themi pyetësit, s'para lusim Allahun azza wa jall që të sëmurin tuaj Allahu të shëron e t'ja lehtëson gjendjen. Amin. Kurse sa i takon përgjigjes, themi se pariherë punën e parë që duhet me bëj është jo që duhet sa më shmit me bëj taube te Allahu azza wa jall. Pse keni shku te një? Faktikisht gruaja i ka shku. Kjo jo. Po, gruaja ka shku te fallxhori e ta lut Allahun. Kjo gruaja, kjo besimtare, që Allahu t'ja falë që ka shku te fallxhori. Se thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush ka shku te një fallxhor, ose sihirbaz, ka bo kufër për balla asaj e ka mohu atë që është shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra ka përgënjeshtruar atë që është shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot në hadithin tjetër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men ata kahinan aw arrafan la tuqbalu salatuhu 40 yawma. Kush shkon te një fallxhor, nuk i pranohet namazi 40 ditë. Fa saddaqahum, falni dhe beson atë. Dhe beson çka thot fallxhori, nuk i pranohet namazi 40 ditë. Dhe vetë fakti që ka shku kjo besimtare te fallxhori apo fallxhoria apo sihirbazja Ose ato nuk i thënë sihirbaz apo tani gruaja çka këshir. Këto gra çka këshirin fatkeqësisht në shumicën e rasteve janë fallxhore sihirbaze. Janë gra që nuk frynë sipas asaj që i është shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kur'ani dhe Suneti i tij. Po në shumicën e rasteve janë në bazë të fallit, pokusheve, thot që nuk kanë shpjegim as shkencore, as mjekësore, as fetar. E që në këtë rast do të me kuptu se te këto fallxhor dhe fallxhore është prej gjunajeve të mëdhaja që mrin deri në kufër me shku. Me ju besu është halo ma keq, halo ma zi, e që 40 dit nuk i bot kabul namazit, edhe nëse pendot. Kurse sa i takon, se qëfar duhet me bo ma atë e mali, duhet urgentisht atë e mali me gjet, me marrë dhe me kall, me zhduk, duke qenë me abdes, dhe duke thonë fjalën bismillah, në emër të Allahut azza wa jall. Dhe me bindje të thellë të fortë, me shkatru, me djeg dhe me zhduk, hata e mali që u ka dhënë ai fallxhor apo ajo fallxhore. Plumbi këto thot. Plumbi, po. A hoç këto ndoshta mund të lidh pak. Shumica e burrave nuk elhamdullah janë të vetëdijshum, nuk u besojnë këtyre gjëmave, kupton, duke dëgjuar dersit ose shumica gra shkojnë nëpër gra, me këshir me frime, sen edhe më sheft burrit. Sa kanë gjuna këtë rast? Kjo është një gjuna në vetë është. Me shku me lejt burrit është një herë gjuna, me shku më sheft burrit është 2 herë më gjuna. Se kjo është me manipulu dhe të besimin e burrit, edhe me humb besimin e burrit.
që burin të armën du të ta mendon se gruaja vetë çka i punon mas shpine, a ti besoja, mos ti besoja. Dhe këto gjeste, në këto raste, edhe lëkundin harmonin bashkërtore mes burrit dhe gruas, humbin besimin. E që në shumicën e rasteve kanë efekt negativ tek të smurit. E që ma vonë kur ta marrë vesh buri se u bo e vladi ma keq. Dhe është bo ma keq si pasoj se gruaja ka shku te një fallxore dhe ka bo dhe një pokush me atë fallxore dhe pastaj është keqsu gjendja e vladit, lene se ka shku më psheft, po lene që djali apo e vladi apo bia pa më parasysh është bo keqe ma keq, zi e ma zi. Këtu ka sher, ka do të thotë shkatrim dhe rënim të besimit dhe harmonisë familjare, që zguzim na me lëkun të atë themel familjar që i kemi. Dhe prej praktikës, gjithë që kanë shku të fallxort, të sejrbast, veç ma keqe, mazi u është bo atyre. Edhe nëse shikim të parë, jo është largoj e keqa dikujt, jo është këthi e keqa shumë kujt dhe ai sëmuri përsëri ka mbeti sëmur, po disi me një smundje të kamuflume, do thotë, me një smundje që edhe s'kan mujtë mirë me vërejt. Por një rukje me shku, një rukje gjitua, bën dalin mejdan gjithat zezat aty. Dhe del mejdan se hala ai sëmuri për të cilin ka shku te fallxori, hala është i sëmur realisht. Por ja që do thotë fallxorin me bashkëpunimin me egjint, me sehiret që i ka bo, ka arrit vetëm do të të kamuflon apo të maskonat sëmundje dhe atë të sëmur. Po a thëmë këte që me pas një send të qartë, me shku të fallxori i sëmuri nuk shërot, se shërimin e qonë Allah Azza jo fallxori. E para, e dyta, se i sëmuri vetëm më shumë sëmurët, e treta, edhe ai që ka shku taj e ka reziku të thotë fejnë e vetë, imanin e vetë, besimin e vetë. E vaj dhe mjerë për një gru që shkon të një fallxore. Ajo imanin e vetë e ka djekë. Që i bjen shkon xhenem, shkon xhenem, e ka up xhenetin, e ka prish fejnë e vetë, dinin e vetë, ka mbet pa din, pa iman me shku të fallxore. Zot na ruaj dikujt me amor Allahu shpirtin duke qenë të fallxore, në qatë halë. Vdes pa iman, pa din vdes. Ai që dol ndoshta do pendohet. Po me amon shpirtin Allah çati. Pa dinë pa iman. Po me dëmtu dikan musmu dikush ma tepër. Si ka me dal para Allahut ajo besimtare, që është bo sebeb që dikush të smut ma tepër. Sa ato fallxorët vetë shërbojnë, ato përpare kanë shi dinin, imanin çdo sent. Andaj edhe nuk lejohet që atyre me u besu dhe nga ato me kërku derman. Asesi. Ilaç kërkohet prej Allahut te bareke ve teala. E njeriu mund të jetë vetëm sebeb. E Zoti e falt këtë besimtare, dhe Zoti e shëroft atë të sëmur, sa më shpejt ta shkatrejnë dhe ta zhdukin atë mali, dhe sa më shpejt të bëjnë tobe tek Allahu Azza wa Jall, për këtë mëkat gjunat që e kanë pas, nëse i smuri vazhdon të mos e ndjeje mirë veten, le të kërkojnë sa më shpejt rukjegjin në zonën dhe vendin ku jetojnë. Wallahu ala. Unë që përlejtohet që pra mesazhi ishte i qartë, sidomos ndaj gjinisë femrore, sa më larg grave, ku thojnë këshirin po kushe, më kushe, sen se rrezikohet imani juaj. Do më thonë, mundi me vdek pa iman edhe me shku në xhenem për gjithmonë, Allahu na ruaj. Andaj du të pas kujdes. Si dikush mundet me pyet pika e din ti sa është fallxore. Fallxorët shkrin plom. Fallxorët lipin tesh prej smundit, lipin fata, të pyesin për emra. Emri babës, emri nonës. Po nëse shkon të pyet dikush si ka emri nona, baba apo daja. Thotë a shef diçka nuj, ta jep një bardak, një gotë. Një maicber më kujdes. Ta lip një tesh, një këpuc, një tesh të brendshme apo një kime, një pempi, një robës ati, ta di se fallxor është. Shejtano, se i rbaz është. Dhe zë mu largu prej aty. Të pyt, aj, si e ka emrin gjyshi, nëna, baba. Të pyt kësi informata, kërkon prej te kësi informata, dhe të regon diçka që është nga e kaluara sekrete e yte, ta di se fallxor është.
se të fshetësinë dhe sekretin se din askush pas Allahut azza wa jall. Dhe se gjindë ndonjëherë prej asaj çka kanë dëgju, pjesë mundon me bo kombinim një informat, e me ta pështjell që ti me mendu, ki po e dika, s'din sen ato. Interesant, po ma dika jetën. As din sen. Vazhdoj me pyetjen e radhës, thotë kështu: Selam aleikum hoç, un jam një 16 vjeçar, mashallah, dhe fali namaz që 3 vjet. Oh, mashallah. Dhe gjithashtu dhe babi im falet. Babi im jeton jashtë dhe na bie në shtëpi haram pare me bixhos. Ne pa babajn kemi kushte për të jetuar. Mirë, po deshta t'ju pyes, a të ndalemi të pranojmë pare prej babit? Faleminderit për mirë kuptim. Selam aleikum. Aleikum selam djalosh. Aleikum selam të barakata. Samira, djalë 16 vjeçare, ka gajrin e halalit edhe haramit. Po edhe unë më Edhe falet, a. Po që 3 vet. Çto të rrit frajera i kena. Frajer kanë ti leçkoman. Edhe kretë sikur që janë frajera. Vallahi billah. Unë egzomet kënaqem kur i shoh në xhami këto. Trit, çto 13 vjet, 15 vjet, 16 vjet, 18 vjet të bukur, të fortë, të sjellshëm. Më të mirë zakonisht janë në shkolla, në fakultete, punëtor. Po edhe kanë frikën e Allahut. Edhe pse mundun këto frajra, mundun këtë. Po, thot vetë muj me jetu, në pap ndihmën e babës, ama që? Përgjigja do të ishte që në formën më të mirë të mundshme të bukur, së me nanën tënde, babës tënd me i thonë që nuk kemi qef që me i pranu parat e tua, shoko se i ke haram. Dhe nuk dojmë na me ushqime haram. Ti bujrom kur të vish të hapi me neve, parët që i fiton, mbajnë për vete, neve nuk na du, neve ti na dush, dhe neve na ty të dua, dhe për ty lutemi, kurse parët që i ke haram, mos i bjerë të shpia. Se thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çdo mish dhe trup i cili është ushqyer me haram, zjarmi do ta djegë atë mish, atë trup. Dhe mos prano kur që të ushqehesh me haram. Edhe nëse e sjell atë ushqim baba, kur e din që është pikërisht prej haramit. Në këtë rast baba duhet të këshillot, me të mirë, me tërbije. Ani se baba gabim, në këtë rast përsëri ky riu obligohet që me edep, me sjellje, me tërbije më të lartën të mundshme, babas vetë t'ia sqaron se jo se nuk e don babën, po nuk e don parën haram. Që mos ta keq kuptojë baba reagimin tonë, që të mos ai ofendohet nga sjellja jote. Po ti tregosh na jemi besimtar, e çuditshme është se thotë se edhe baba falet. Në pyetje sa e kuptova unë, falet ky djali, edhe baba thotë falet. Apo? Ja, s'thot ashtu. Dhe fali namaz që 3 vjet dhe gjithashtu dhe baba im fal. Po, ashtu po. Se po na harrus, po. I kumbo do vjetën ama dhe pash s'm hikin çështë senet kollajt. Sono më sa çit fund. Subhanallahu po. A shase çështë është. Ku ki menti? Çka i thonë? Te kishit pyetjen tjetër, Po ti mente tjetra. Ç'ka është problemi i krejt shqiptarëve? Po. Se na kur folme me njëri tjetrin, se ngojmë po, qartë. Çka do thotë pala tjetër, fillojmë me mendu ç'ish dia jep na xhevapin. Për çfarë smir me veshna? A me një lafjena. Po. Me një lafjena. Kjo është një defekt i jonë kështu gjithë përfshirës që duhet me korrigju vetë vetën. Po. E çuditshme është se edhe ky baba i vet falet. Falet, po. 5 vakt namaz, nga ana tjetër është i sprovuar me sprovën e komarit. Bixhozit. Andaj duhet me përkujtu me Allahun azza wa jall. Duhet me ja përkujtu xhenetin, xhenemin, me këshillu. Se ky parimisht është njëri i cili e don Allahun, pasi që fal 5 vakt namaz, po e që Allahu e ka sprovu me sprovën e bixhosit. Smuti. Kjo është smuje sprov, mëkat në vete që disa njerëz sprovon me këtë sprov. Andaj, a i përsëri mbetet babë dhe përsëri mbetet obligimi yti që atë të respektosh e të nderosh në formën më të mirë të mundshme që e ekziston. Por, parët që i ka prej bixhosit, nuk i drejt me ushqime ato pare. Bile shtash kur jem bylik, kur i mund të përkujdesesh për vetveten tonë, edhe mi thon babës që unë si dua ato parë. Unë kam përmend subhanallahu një rast që personalisht e di që një nane jona, një besimtare, këto e Shkupit, 50 vjet. 50 vjet e tepër, ndoshta edhe 60. Fëmijët e vet i ka rrit me pare
që ka qep me maqina se që i kanë sjell sadaka. Buri vet ka qenë udhëvet këqia, ka sjell pare me çanta në shtëpi, kur asnjëherë 1 dinar se ka marrë për atyve pareve me ju dhënë vlatëve vet. I ka thonë shifon ti të kam burr. Ti të kum pas kismet. E qartë. Ma i keqin bot kofsh, unë ti të respektoj nderoj. Veç një punë s'ka me ta lejo. Ha, ka thonë piktinve pareve me ushqie vlat. Këtë s'ki drejt. Edhe janë marrë vesht, deri në vdekje, do thotë ajo kur asnjëherë s'ka hongë pi burit vet as 1 dinar. Që të haje veç halal. Veç halal. Edhe fëmijët e vet veç halal i ka ushqi. Mashallah. Çfarë shembull i madh. Subhanallah. E një personalisht atë rast atë no, që vetë më ka tregu këtë ndodhi, e që më ka emocionu pa mast, qëfar nane, qëfar besimtare, ka pranu me etu fukara, me miliona në çanta. Që me shku në për pushime, se në ka Ka mujt. pranu që vladve vetë me ju dhonë nga ushimi haram, nga fitimi haram. Ka thonë ti këto pare ku du shqoj, në shpe s'ki drejt një bank me lonë. Edhe burit vetë si ka liu pi pareve të vetat të bleje edhe për veti, ka thonë, këtu në halal dhe tapë. Ja shka du shban. Ajo ja ka përgatit ushimin, kur ka në shpje, ka thonë, preja asaj që ka pasaj në shpje në vetë. A ka thonë, me këto kufera me pare, ha jashtë, këtu as s'ki drejt as me hongër këtu me ato pare. Kur as roba, as ushqem, as gjojq. Kjo Edhe ka ka mujt me, domethënë me Si ato zoj, si princez me në për plazhat e botës me i hec. Po, me këtë botën ka mujt me hec. Ka pas pare me çanta, me miliona, pastaj dikur ma vonë, edhe ai burim ka pas tregu, po më ka thonë se e vërtetë se më ka thonë që edhe kur asnjëherë s'ka pranu me ongë për pareve të mia. As për vetë, as për fëmijët e vet. Ka mujta me ec pushime, me ec aty këto, me vesh tesha, brand, Parfume shtrenjtë. kreti ka pas, shto, shtëpia, banesa, Altana, vetura. në Ja, s'ka pranu. Ajo ka pranu, të thot e ka vendos që me tu në koliben këtë dunjo, me tu në pallatën xhenet. Allah e boft banore xhenetit atë besimtare. Amin. Dhe kështu do të jenë besimtarët, edhe besimtarët. Burit si ka dalë pi tatit, ja ka rujt namuzin deri në pragin, e vlet ja ka nxjerr selamet. Parën haram se ka pranu të shtëpia. Se ka unë që ka thonë nga, a dhe mirë mi veshta si deve. Krejt e toleroj. Ti ke marrë të këqia, Allah e të zaftë. A më ushqim me ushqi e vlat me haram, s'ta lejoj. Se ka ditë se edhe vladet i dalin harama. Gjë që Allah e ndërejat non me vlat, do si ma të hajrit. Pa. Domethënë E kjo është shumë e rëndësishme. vlet i ka Ketë hajrit, ketë. Vetë ka të regu ajo. Non, Allah e gjenet ja baftë. Ju ka pagu i taj kujdes. Pa dyshem. Shkoj me pyetjen e radhës, thotë kështu. Selam aleikum, hoxhë nderuam. Pyetja është plus 18, largoni fëmijët nga ekranet. Hajde. Që edhe mund tuta. Jo, zakonisht e bëj kështu një paralajmërim se familjar në për shtëpi e ndëgjoj. Thotë kështu, desha një pyetje, a është e vërtetë se mbas marrëdhënies intime me gruan duhet të rrim një kohë 30-40 minuta me qëllim të pastrohet kanali, të dalë pa pastërtia, apo mund të marrë me njëherë gusull? Thotë, mbas marrëdhënies 30-40 minuta me nej, që ju ka po vezvesë. Ja, nuk është e vërtet. S'ka kur një farë bazë. Kjo që mas marrëdhënieve time me ndej 30-40 minuta që të pastrohet kanali. Do thotë se fetarisht uji dhe pastrimi i organit gjenital me ujë e ndërpret çdo rrjedhje nga organi gjenital. Andaj edhe kam bëjt sunet dhe obligim fetar që kur të kryjmë edhe nevojën e vogël, pastrojmë me ujë, se uji e ndërpret daljen e nevojës vogël. Dhe këto është edhe dami që njerëzit edhe kanë probleme me prostat, për shembull smuje të ndryshme, pa më parasysh, infektime, është njëra prej arsyeve, është normal që mos ta egzagjerojmë shumë, është se njerëzit nuk pastrojnë me ujë. Se pastrimi me ujë do të ndërpret rrjedhjen e çdo langu dhe ndërprerja e atyre ujrave që dalin nga kanali i urinës do të mos ndërprerja atyre shkakton infektime ndryshme dhe madje edhe dome të mëdha shëndetësore në prostat dhe kështu me radhë. Kurse uji është do të thotë sinjal që jep trunit që do të demek mbyllë kanalin, do të thotë se u kry procesi. Neve na intereson fetarisht se uji është pastrim, se do të të pastron urinën
dhe nuk mbetet asgjë pa pastërtia aty. Dhe edhe te ky rast, do të pas marrëdhënieve intime kur e ka pas tradit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam të zgjot më njëherë të shkon dhe të pastrohet në pjesët e turpshme, e ndonjëherë ka marr veç abdes, ndonjëherë ka marr abdes dhe ka marr gusull, është la krejtësisht. E ndonjëherë vetëm e ka pastruar organet gjinitale dhe ka marr abdes dhe ka flejt. Ndonjëherë është la, ka marr gusull dhe ka flejt. Por jo që duhet me prit 30-40 minuta që të pastrohet kanali, kjo nuk ka bazë. Nuk ka bazë. Pse? Pa më parasysh se çfarë ka dal nga organi i tij, apo i saj, para se me marr abdes kur pastrohemi me ujë, uji e ndërpret çdo rrjedhje nga organi gjinital. Dhe uji është me një farë forme sinjal që duhet të përmbyllet ai proces i cili është fillu. Qoftë ajo urinë apo diçka, sperma apo diçka tjetër, pa më parasysh, që të jem më konkret. Po, po. Okej. Që s'ka bazë, nuk ka nevojë me bë kësi gjëra. Hin banjo, banë tushin, banë guslin ato krima vetë. Veç bëj suneti, si jo me sunet edhe këtë në rregull shka. Edhe me shkencë shkon në rregull, edhe kështu fizikisht shkon në rregull, edhe fetarisht je në rregull. Domethënë e lan organin gjinital, merr abdes edhe lash. Lash, merr gusull. Gusull, po. Allah e shumë. Shkoj me pyetjen e radhës, thotë kështu, hoç kam një pyetje, po përgjigjen ndeshta nga ju, hoç Muharrem Ismaili, rreth zekatit. Inshallah e din. Du me dit më sakt punën, shembull, vjet unë i kam pas 20.000 euro, edhe si vjet i kam bën 30.000 euro. Zekat ju paguaj të gjithë parave apo vetëm dallimi të parave pi vjet deri si vjet? Wa aleikum salam. Allah shpërbleft. Sa i takon zekatit, do të kur të vije data e dhënies së zekatit, pa më parasysh se ai ki fitu vjeta si vjet, gjithë pasurinë që e ke mbledh dhe jep zekat për gjithë pasurinë. Këtë rast jep zekat për komplet 30.000 euro. Se ti në këtë moment i posedon 30.000 euro dhe jep pronarit 30.000 eurove dhe jep zekat atë sa do 2.5% për ato 30.000 euro. Kështu është, domethënë rregulli fetar. Jo me thonë që to 20.000 i kum dhënë vitin e ardhshëm, e këtë vit i kum fitu vetëm 10.000 e do t'jap vetëm për 10.000 euro zekat. Jo, do të me dhënë përsëri për 30.000 euro komplet zekat. Si ke mujt mi hup, e Allahu t'i ka rujt. Se zekati është pastrimi i pasurive tona, i pasurisë tonë, dhe është shtim. Për çfarë zekati është e të thiru e numu. Zekati është pastrim dhe shtim i pasurisë. Se me zekat e pastrojmë pasurinë dhe e shtojmë pasurinë tonë. Ja shtojmë bereqetin, ja shtojmë numrat, ja shtojmë. Dhe secili që ka praktikuar dhënien e zekatit e din se çdo vit atë sa më shumë jep, aq më shumë ka vitin e ardhshëm. Dhe normal këtë shumë varet këtu prej niyetit. A jep për me fitu më shumë ti, a jep për me kënaqsh më tepër Allahun azza wa jall. Se dikush të valla mos mushtu, po ti ki defekt të niyetit, si ke dhonën. Po. Si shembulli që e cekën më shpesh. Shkoj me pyetjen e radhës, thotë kështu. Selam aleikum hoxhë nderuar, kisha një pyetje. Fitrat a i takojnë motrës së martuar? Faleminderit, Allah të shpërblet për përgjigje. Wa aleikum salam. Motrës së martuar lejohet që vllau me ia dhon fitrat. Lejohet që vllau me ia dhon fitrat motrës së martuar. Edhe pse vllau i mirë i cili ka pasuri nuk e lejon që motra vet të vjen drejtë me pranu fitra. Por, ja që ndoshta edhe vllau nuk ka më tepër, po i ka fitrat, atëre fitrat i takojnë. I takojnë dhe ban me adhon vllau motras vet fitrat, nuk prish punë. Allah shpërblet, shkoj me pyetjen e radhës, thotë kështu: Selam aleikum, përshëndetje hoxhë nderuar, nëse dikush tjetër mi paguan fitrat për mua se jam në Itali, se nuk mundem t'i paguaj, pastaj doja të çoj personit që më ka sos këtë punë, a është e lejuar në Islam dhe ai person më thotë kur do të takona do më japi shparet, selam aleikum. Domethënë ki në Itali do më paguaj këtu në Ballkan. A lejohet që? Wa aleikum salam. Këtu janë dy pyetje, a lejohet ai që është në Itali t'i paguaj fitrat këtu, e para, dhe e dyta, a lejohet që është ai që është në Itali, tjetër kush t'ia paguaj fitrat këtu? E ki kur të vije për Italis pushim t'ja pe parët ati. Po dhe dy pyetje. Shemë do të mi dhonë 100 euro, ki do të jepja 100 euro në kur të vijë pushim veror të japti. Sikur se Ramazani është për shembull në mars, e ky do vije për shembull në qershor ose në korrik, a ban ashtu do të thotë.
E para lejohet ai i cili është në Itali me i dhon fitrat Maqedoni. Por duhet me i dhon fitrat me vlerën e fitrave që i ka Evropa, Italia, në vendin ku jeton. Se janë në disa vende që ku fitrat në ato vende të janë shumë 20-30 euro, këtu të na është 5 euro, çka banaj i jep ka 5 euro fitrat këto. Domethënë jetoj evropske i jepi fitrat si ka shut, kam kupton. Kjo është kjo është problem, kam kupton, në kundrejgull. Kjo është dallavere me fe. Po du me potencu se na kanë ardhur informata se disa vëllezër tonë Allahu i udhëzoft dhe i falt e bëjnë këtë gabim, nuk është në rregull. Fitrat ai që është në Evropë i jep fitrat e tia me kostën e Evropës, se fitrat secili vend i jep sipas standardit vet. Kjo është konstatimi i fitrit. Nuk mundet me qenë një fitër në një vend, në cilin vend rroga 7.000 euro, barabar me atë fitër ku me një vend është rroga 400 euro, mesatar, ose 300 euro. Ki që ka 300 euro, me ki që ka 7.000 euro rrogën, nuk mundin me dhon barabar fitra. Andaj, ato në standardin, si pas standardit tyre, e përcaktojnë edhe fitrin. Ato i ka 20, 30, 40 euro. Në varsisht ku cili vend është, në bazë të ati standardit e kanë edhe fitrin që i japin. Lejohet që çato fitra me çat standard me i dhon tene e para. Do lejohet ai që jeton në Itali me dhon fitra në Maqedoni sipas çmimit të fitrave që i ka Italia. Shembull ato ndoshta i kanë 10 euro, 20 euro një, nuk e di, po foli hipotetikisht. Lejo, do thotë që ai do thotë ti çojë në Maqedoni ose në Kosovë, ose ku do të qoftë ajo. E dyta, lejohet që dhe me autorizu dikant, mi thonën, shembull, unë la jepi ti fitrat 100 euro për mu jepi fitra, unë kur të vi verës të jap ti 100 euro, inshallah. Lejohet që me autorizu dikant, që ai me i dhon fitrat në emër të atij personit. Si pasoj dhe si rjedhoj e faktit që ai fizikisht nuk mundet dhe s'ka llogari dhe s'ka logjik që prej Italis vije me aeroplan në Maqedoni që të jape fitrat tek fukarate e Maqedonisë ku ndoshta kanë nevojë më shumë për fitra se sa njerëzit që jetojnë në Itali, për shembull. Shumë e qartë. Kështu që të jemi të qartë se janë dy mesele që duhet t'ja vendojmë rreth. Pyetja radhës sot tjetër kështu. Un kam kryer studime në Fakultetin e Mjekësisë, tani punoj si mjek. Oh, mashallah. Tash kam vazhduar studimet në Fakultetin Teologjik Islam. Mirë, por njëkohësisht kam edhe donator mbështetës financiar. Më finanson një njeri për harxhimet e fakultetit. Tash thot disa kushërinj të mi dëshirojnë të më japin zekatin edhe fitrin. A duhet ta pranoj unë këtë zekat dhe këto fitra? A ishte qartë pyetja? Po. Studenti i cili është në studime dhe është në rrugën e studimeve, do të ka të drejtë që të pranon zekatin për nevojat e tij që i ka gjatë studimeve. Dhe lejohet edhe që me ia dhon zekatin studentit, lejohet që edhe ta pranon zekatin studenti. Allah shpërbleft këtë vëllaun që ki kanë bot doktor shtesh dhe kamu bo hoç. Po. Mashallah. Po, alo më mirë. Alo më mirë. Domethënë vazhdon i jetën për Llogaritë që Samir kam i shpjeguar ajetet kuranore që janë shkencore që flasin për njeriu, për trupin, si më thon për fizikën. Këtë mesele për shembull ky çepiti ky vëllau për shembull mas marrëdhënieve intimeve. A është patjetër me net gjysore kështu me radh. Llogaritë që Samir di me lidh me mjeksi ndikimin e ujit në ndërprerjen e do të thotë e daljes së langjeve nga organi gjenital. Se uji ndërpret çdo lang që del nga organi gjenital. Edhe është mbrojtje. Dhe uji i thot prostatës pse ndalen mbyll atë kapakin, mos dalë më asgjë, kushtimisht thonë, kupton. Pa e di më shpjegoj mirë këtë me shkencë. Latinisht, po. Pa latinisht miniskusi biskusa ide ato mesele më mirë më shpjegoj. Mashallah, s'problem vëlla për pyetjen. Jo zeqat, më shumë se zeqat inshallah ta opin. Inshallah na bot një hoxha i madh dhe i mirë dhe përfitojmë edhe na prej tij. Amin. Janë disa xhallar, Allahu xhenet u abof që kanë edhe të lexuar edhe për mjeksi për shembull, ose do mjek ton që janë kështu fetar të lezushëm kafeja, subhanallahu kënaqem dhe fascinohem se sa bukur ndonjëherë din mi komentuar ajetet kuranore kështu
në gjuhën mjekësore, do të thotë profesionale. Kënaqesh me ngu. Po, unë kënaqem. I kemi do xhamatlit që vinë ligjërat tani. Po. Janë mjek specialista. Kënaqem kur ulem me ta, kur pi çaj dhe Samir na i sqarojnë disa gjëra. Një pjesë të këtyre gjërave, sikur që e përmendat ujin kët, e kam prej çetimve mjekëve që kum pas rastin me qëndru shumë mire më kanë shpjeguar. Ndikimi i ujit, do të thotë në atë aspekt, truni, urdhni, komandat vinë gjitha prej. Prej momentit që e merr ujin e prek dorën, ka komanda tje prej trunit që do të ujin në dorë, e din kajt e çu dorën edhe çka synon me atë. Do të ka një proces, një komand që vjen prej trunit, do të thotë që gjitha organeve ju jep komandat se si me funksionu, çka me bëj, çka mos me bëj. Subhanallah, që është shumë e rëndësi me kuptu këtë gjë. Pyetja e radhës thotë kështu: Selam aleikum, a lejohet vendosja e shamis, hijabin nën jakne të dimrit, sepse shumë hoxhallar po thonë që jo, por duhet vendosur shamia mbi jakne të dimrit. Pasi kjo është e vështirë të zbatohet në vende skandinave, sepse frin shumë erë dhe shalli lëviz shumë e nuk qëndron mirë. Allahu të rujt hoxh çdo të mirë. Domethënë pyetja që nga Skandinavia. Mas mirë të marr veshune se nos të mungrim vesht. Oslo, Norvegji. Pse optimal sana. Domethënë dishe problematike. Sana shumë ftoftë atje sana. Shumë ftoftë, shumë ka do pjesë domos që janë do kodrat e bjorndallë se një din ato më mirë se one. Baj giftosana. Atë veç arusha, më duket më i kemë mbjetu me duru. Edhe e kuptoj këtë besimtar edhe tham lejohet. Kësi raste, bile dhe obligohet, shkaku se fryma kur fryn, nëse e ka shamin jashtë, shifsha në disa raste, disa motrave, ndoshta pakistanezi ishin në qendër të Oslos, i shifsha fryke ere fort, edhe në momentet caktume ndodh ke që mi u shpalos shpina, qafa, dhe tot mi u duk të puzi i flokëve për shembon, shkaku se bëhet fjalë për vendet që janë ekstrem të ftofta, e që ka frym jashtëzakonisht të ftohtë. Por edhe mos mi u shpalos qafa, do të thotë i ngrihet qafa, do të thotë ka pasoja shëndetësore, nëse shamien nuk e shtin, do të thotë kështu pak, ose jashtë shamiz du të ato kapelat, i kanë do kapelat çka trasha ato. I kompone, do të kaç janë, shumë të trasha dhe shumë të nxehta, e duhet me shti edhe me shtrëngu që ftoti mos t'nje kështu prej brenda se ta koqit qafën sëna. Ngrinjesh. Bukfalisht dush me shku në terapi fizikale për me rehabilitu do të thotë qafën, a gjithë sistemi nervor aty ashtë. Me të vërtet ato ballafaqohen me kushte klimatike ekstreme do të ftota, e që në kësire thona ju lejohet dhe është përjashtim nga rregulli, shkaku i nevojës dhe shkaku i mbulesës së avretit. Si qëllimi i shamijës është me mbulu avretin. Nuk ka sens, nuk ka logjik që me thonën mos me u dallu supat, e që sebe për qasej me qitë shamin jashtë e me u duk qafa e me u duk flokt. Edhe pse me ato palto të trasha që i kanë, është e pamundshme që mu vizatu supet. Edhe nëse e shtin shamin mrejna, e qesin kapelën jashtë, janë shumë trasha, ato janë kështu dyqysh të mdhaja që edhe përshkrimin e supeve nuk ja ban femrës. Faktisht, nuk o që ja përshkruan trupin dhe fizionomin e saj. Andaj, ka shpjegim. Çato xhallar që e kanë ndalu, ose kanë mendim pak më të rrep në këtë drejtim, ose nuk e kanë përjetu ftohtin e vendeve të Skandinavisë. Ndoshta edhe unë kisha thonë më herët para se me shku, kisha thonë e përgjigje ndryshe, por kam qenë disa herë në ato zona, po edhe Suedia, edhe Danimarka, Norvegjia, janë të vende andej që janë shumë ftohta, besoj që shumë ftohta edhe ballafaqohen me temperatura jashtëzakonisht, do thotë të ftohta edhe është një jetë që na besoj se ne kuptojmë pa shku atje. Po. Sa dushën e me shpjegu këtë se ne kuptojmë. Kështu që vallahi ala mund kësaj motor si tham lejohet. Në kësi rethona, në kësi raste, për kësi nevoja lejohet që
me bo përjashtim nga rregulli për për me mujt me mbulu avretin dhe për me mujt me e rujt edhe shëndetin që kemi obligim fetar edhe atë. Wallahu alem. Pyetje radhës thotë: Selam aleikum hoc, një pyetje rreth agjerimit. Nëna nuk ka mundësi me agjeru, është me sëmundje kronike, ka probleme kollin, frymarrjen. Sa duhet me pagu për 30 ditë Ramazan për nënën? Wa alaikum selam. Allah e shërof këtë nënë dhe ja lehtësoft gjendjen e saj. Ty Allah shpëlef për kujdesin që e bën për nënën këtë rast që parashtron pyetje. Sa i takon shpagimit që dush me e dhon për mos agjerimin e nënës, është për çdo ditë me pagut ka një fitër, pra ka një ushqim mesatar. Sipas standardit të vendit ku jeton. Shembull në Maqedoni është prej 3-400 dinare për pjetë deri në 600-700 1000. Kurse në Evropë e din më mirë xhallarët e Evropës. Ata e din më mirë standardin e tyre. Unë se dikush e bën pyetjen, është prej rrethit tonë, është dikush prej më larg, edhe për hir të korrekcisë edhe nuk e përmendmi, por thotë përgjigja është që për çdo ditë me apagujt ka një fitër. Pra 30 ditë 30 fitra, për shembull nëse ka një standard pak më të mirë, e llogarisim 10 euro ditën, pra 30 ditë ka 10 euro, janë 300 euro për një muaj që nuk agjeron me pagujt me bu shpagimin e agjerimit për një të sëmur. Allah e din më së miri. Amin. Selam aleikum hoxhi nderuar, pasi e hëngra sefirin dhe përfundova sakt në kohën të imsakut, diçka nuk isha mirë dhe pasi kaluan 20 minuta, ende pa e bon jetë, e kisha patjetër ta pi një tablet për uljen e shtypjes dhe e pita. Ta shafrohet koha e drekës, a bën të bëj një jetë për sot, apo ta lëm mas Ramazanit ta zëvendësoj këtë ditë me një ditë tjetër? Pyetje interesante. Unë se kam qartë. Do më thonë, ka hongër sefir. Po, ka hongër sefir. U ka kry imsaki. U ka kry imsaki, mas 10 minuta ju ka kujtu, ose 20, po, mas 20 minuta, u ka kujtu që se ka pi hapin. Po. Edhe e ka pi hapin. Tamam. Edhe ka vazhdoj, ka falë sabaj, shtesh në dreke ka kap vezvese, thot, a të vazhdoj ta moj këtë ditë, apo ta lon me një ditë tjetër? Ja. Ajde thot, me vetdije ka ditë se ka prish agjerimin, me se ka bon një jetë. Edhe ky duhet deri në iftar mos hanë dhe mos pin asgjë, të rinë sikur me qenë agjerueshëm, dhe mas Ramazanit që këtë ditë të banë kaza me një ditë tjetër. Vëlla, çka një ditë është, xhenetin e fiton inshallah. Po inshallah. E qartë përgjigje, Allah shumë. Shkaku se orientimi besimtarit në fillimin dhe mbarimin e agjerimit është imsaku, është edhe namazi akşamit, perëndimi i diellit. Edhe kjo na jep e fillojmë në imsak dhe mbarojmë agjerimin në iftar. Nëse nismi edhe një 5 minutë, edhe një 10, edhe një 20, unë kam marrë një hap pa tjetër, e ka një bombon tjetër. Turli bont. Po, kjo më është. Kjo më pëlqen fetvoja jote se duhet më pas kujdes mos më harru, pe hapin vakt vëlla. Se të kishe leju, mas i kanë asas leta e nejse, më bëhet haos. Pas të këto, pa në shumica e rasteve janë ma shumë sugesti. Pa dhe vëll. Ma shumë janë paragjykim, ma shumë janë ngarkesë psikike se sa realitet, se s'bot nami pëse nuk e pin njeri një hapën për një ditë. I që nuk bot nami. Edhe mjek kom pyetën, si do mos të rap barnat e shtypjes, se s'bot nami pëse pin një ditë. Si do mos në Ramazan. I që kur gjozë botë. Ajo kërkohet vetëm bindja e thellë dhe vullneti i fortë, dhe ai diçka mos më majt menën çati, sta më menën se pita apo çka do më gjesh, as që edhe pak do mirën mend, që edhe pak derzonën edhe tamam, okay. Merr dham një grush pije më mirë, edhe tjerë ratë edhe neve në rata. Ama përgjithësi do thotë, nëse ajo është ka bindje të thellë, ave hajr inshallah. Hajë se zbot në me Ramazan. Se Ramazan vetë agjerimi e regulon, do thotë, e stabilizon edhe shtypjen edhe diabetin. Gjitha ishtin binar. Vetë agjerimi është terapi, është sikur mi pi ka 10-20 hapa. Agjerimi vetë vetijot është pastrim, do thotë, edhe shërim. Allahu ashtu si i madh, ashtu e ka jaratis. Ata adhurim të bekum. Shkojmë me pyetjen e fundit. Pyetje interesante valla. Selam aleikum.
E kam një pyetje, gjatë muajit Ramazan, a mundet xhindi me qëndru në trup të njeriu dhe a mundet dikush me bë magji gjatë muajit Ramazanit? Wa alaikum salam. Për praktikës është dëshmuar se edhe në Ramazan gjindi mundet me qëndru në trupin e njeriut. Është dhe që edhe në Ramazan seherbast munden me bo seher, por e kanë ma vështirë me bo seherin, po edhe gjinde ka ma vështirë me bo cyte në Ramazan edhe nësë është në trupin e njeriut. Shkaku se vetë besimtarët i forcot imanin në Ramazan dhe është ma i lidhur me Allahun te bareke ve teala. Se çdo herë që besimtari e forcon imanin e vet dhe shton bindjen e vet në Allahun te bareke ve teala, dobësohet fuqia e xhinit edhe shejtanit dhe dobësohet edhe ndikimi i magjistarëve dhe seherbazëve në sherrin dhe domin që mundon me u abo njerëzve. Andaj edhe jashtë Ramazanit me kuptu se cilët që është i sprovuar, se aq më shumë që lidhet me Allahun te bareke ve teala, aq më i dobët është gjini i sehrit dhe seherbazi. Dhe aq më lehtë ka mendja e vetën. Po është e vërtetë se në fillim të ndryshimit ai shejtani i ka të goditet e veta të fundit, mundot mi tregu dhe mundot mu hakmar më tepër dhe intensifikon hakmarrjen ndaj personit që është i smut apo seherbazi intensifikon, por kjo është një periudhë e caktuar, nëse ti insiston dhe je i bindur në Allah, me lejen e Allahut për shkurt kohë lirohesh nga ajo e keqe dhe të lashe që lutem Allahun çdo besimtar dhe besimtare që është i sprovuar me gjin, seher apo diçka në këtë drejtim Allahu të shëron dhe të raton nga ai sherr dhe nga ata njerëz të ligë të këqij. Allah të shpërblet, Hoxha Muharrem. Zoti ju nderoft. Shifemi javën e ardhshme. Selam aleikum.